I akuzuari Blerim Sylla ka gjetur prova se i njëjti ka qenë pjesë e grupit terrorist ISIS. Ky trupgjykues një zëri në emër të popullit shpall këtë gjykim. I akuzuari Blerim Sylla sa i përket veprës penale nga dispozitivi 5.1 akt akuzës, pra për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Kjo gjykatë të njëjtin e liron nga akuza, kjo pasi që trupi gjykues nuk ka gjetur prova se i njëjti ka qenë pjesë e grupit terrorist ISIS, ashtu siç e ngarkon përshkrimi faktik i akt akuzës. Ndërsa fakti se qëllimi i tij ka qenë përfshirja në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit, në kohën e ndërmarrjes së këtyre veprimeve të njëjtat nuk kanë qenë të parapara si vepra penale. Sa i përket pikës dispozitivit 5, lidhur me veprën penale mbajtja në përgjithësi, kontroll posedim të paautorizuar të armëve, kjo gjykatë merr aktgjykim refuzues, pasi që për të njëjtën vepër ka arritur parashimin absolut i ndjekjes penale. Ndërsa konfiskohen armët si ndjem, 2 materiale eksplozive, 2 copa TNT në formë të sapunit, secila me peshë për 200 gram, gjithsej total me 400 gram, po ashtu edhe një revolje e tipit Blow Mini Mod, viz 2.3, me numër serek të 616356. Kjo gjykatë me argumentin posaçëm të akuzuarit janë ndërprerë masën e paraburgimit.